Okej, neve kemi komunikuar që do të mbyllet, por do të mbyllet për renovime. Neve vijojmë në datë 28, në datë 30 në datë 31. Ka kuriozitet, ka pak mallëngjim, po ka edhe shumë dashuri brenda. Ka shumë energji të mirë për të bërë gjëra akoma më të bukura. Kemi koncertin e bendit Baba Zola dhe Gypsy Grove. Okej, neve kemi komunikuar që do të mbyllet, por do të mbyllet për renovime. Duhet ta sqaroj një herë mirë që nuk do mbyllet një herë përgjithmonë, se natyrisht nuk do kishte këtë impakt. Do të thënë neve kemi komunikuar një farë forme edhe ato shpirtin e festës që do duhet ta kemi për diçka që kemi pritur për shumë kohë. Neve vijojmë në datë 28, në datë 30 në datë 31. Thjesht do të flisja pak edhe për programin, neve kemi titulluar edhe një herë deri herën tjetër. Që ke humbi këtu, që nuk e desha unë sigurt, desha a vazhdon, a nuk vazhdon, a është kjo artistike, a çka ka të bëj, po mirë që ke orë sot për me na tregu bashkë duhet. Vijojmë më datë 28 me filmin Una vida útil, një jetë dobishme, që neve ftojmë njerëzit të vinë sa më shumë të munden, edhe neve gëzojmë kur vinë njerëzit natyrisht, prej orës 8:30. Dhe më pas në datë 30 kemi koncertin e bendit Baba Zola dhe Gypsy Grove. Do me thonë që po vëllë ka muzika se na shqiptar. Tani ne gjithmonë kemi pas evente muzikore shumë të mira, me të drejtën ndër vite. Edhe programacioni ka qenë edhe pak më unik nga çfarë ofron edhe skena në përgjithësi. Kështu që jemi shumë të gëzuar që si Gypsy Grove, si Baba Zola pranuan të vinin, edhe sidoqoftë e krijon një moment të gëzimit edhe të festës, edhe ato që duam neve të përcjellim. Më datë 31 e kemi pak ditën përmbyllse. E kemi shumë ditë përmbyllse, është dita përmbyllse, dhe do të jetë shfaqja e fundit e filmave në kinemanë e brendshme. Kemi përzgjedhur 3 filma të shkurtër, që është një nga For the First Time nga Octavio Cortázar. Është The Tube with the Hat nga Rado Jude, një film i 2006, nuk gaboj. Dhe në fund fare kemi një surprizë shumë të bukur për ata që do të vinë në Kino Lombardi. S'po do me na kallëzoj. Jo, surprizë e kemi në vetvete ashtu siç do ndodhi në atë moment, ashtu siç është organizuar, por neve kemi komunikuar që do të jetë filmi Prizren Motives nga Zhivorat Mitrovic, mos gabofsha me emrin, dhe është një film i 1952. 1952 shënon edhe hapjen e Kino Lombardit. Kështu që është film i xhiruar në atë vit që është hapur edhe ndërtesa vet. Ka kuriozitet, ka pak mallëngjim, po ka edhe shumë dashuri brenda. Pamja do ndryshojnë, në sensin që do të renovohet, do të përmirësohet, do të rifreskohet, do të rjetësohet një farë forme. Por Fondacioni Lombardi do të vazhdojë me programacionin e vet. Që do të thotë, ato programe që neve kemi tani më, qoftë muzikës, qoftë filmit, qoftë researchit, qoftë arkivit, qoftë edhe momenteve tjera që janë edhe kanë ndodhur në Kino Lombardi, këto do të barten diku tjetër dhe ne do t'i njoftojmë të gjithë njerëzit se ku dhe si do të operohet më vonë, por që edhe unë uroj në vijim dhe në të ardhmen të mbetet patjetër kinema, po edhe ajo hapësirë multidisciplinore që është edhe tani më. Kështu që nuk i di asnjëherë të ardhmes, unë nuk di të them se çfarë do ndodhi, por mendoj që kjo do të jetë patjetër sa ndërtesat funksion ka me mbledh njerëz në gjitha format të ndryshme për kulturë. Do të thonë nuk ka më ndru aspektin kryesor çfarë ka. Nuk besoj, jo. Me madhësi pak më të madhe. Po du ta poziononi, ha? Nuk, jo për sa i përket për masës ose po them vendit që të zër, por të sasisë së punëve që duhem bërë aty për ta rifreskuar ndërtesën. Çka po met, se unë po besoj që ju vetë keni organizu planin gjatë muajit janar për komplet vitin, ose keni pas një farë se është e vërtetë, po më duket se pak jo kalu në gjys. Çka ndodh me këto aktivitetet e tjera? A kanë me u bar diku tjetër, a keni me mujt me i zhvillu ende, apo veç keni me mbetash on hold për 2 vite të ashme? 2 vite, ndoshta edhe më pak, ndoshta edhe më shumë, nuk e dim saktë. Kështu që nuk e di saktë, por që atëherë normalisht që Fondacioni Lombardi do të vijojë me programacionin e vet. Qoftë me shfaqjet e filmave, ndoshta do të ketë një moment pauze të vogël sa për të rimarrë veten dhe për më nga mbyllja dhe emocionet normal. Por që natyrisht ka plot gjëra, plot projekte tjera që do të vinë në vijim.